këtë vendim pasi Partia Demokratike sot është në një krizë dhe pa diskutim në opinionin tim personal Sali Berisha është pengesa e rinovimit të Partisë Demokratike. Është pengesa kryesore për hapjen e kësaj partie. Është fajtori kryesor që sot Partia Demokratike mbas një viti nuk ka bërë një analizë të humbjeve të zgjedhjeve. Është fajtori kryesor që e ka promovuar humbjen si fitore. Dhe pa diskutim, këto individ që sot e rrethojnë Sali Berishën kanë humbur 4 herë dhe janë po të njëjtët individ që promovohen. Kemi të bëjmë me mesazhin që leadershipi jep publikut që humbja është fitore dhe kjo është e frikshme. Dhe pa diskutim, duke parë situatën aktuale, unë këtë garë nuk hyj për t'i zënë vendin Sali Berishës, se mund të ketë shumë njerëz tjerë më me kontribut se unë, shumë më të mirë se unë. Unë këtu hyj për t'i dhënë një mesazh rinis, hyj për t'i dhënë një mesazh të gjithë individëve që mua më ndjekin, që po ka Partia Demokratike individ që duan që kjo parti të riformatohet, që duan që kjo parti të hapet, që duan që kësaj partie t'i ofrojnë një program, që duan demokratizimin e kësaj partie. Se kjo është gjëja që unë po kërkoj sot, demokratizimi i çdo strukture në Partinë Demokratike, e cila është kthyer në bunker fal kryetarit saj, i cili nuk mundi dot as rezultatin e Lulbashës 2021. Dhe përballë kësaj situate, unë kam një detyrim publik, moral, shoqëror, t'jap kontributin tim sa do të vogël, për mos e shanset për ta pranuar kandidaturën time janë zero, pasi ajo është një bunker dhe pronë private, familjare e Sali Berishës. Faktikisht vi nga familje djast, vi nga familje demokratësh, familja babait tim janë marrë gjithë jetën me Partinë Demokratike, janë kontributor themelues të PD-s Elbasanit që nga 92-shit, shumë i gjatë gjithë babit tim Ilir Balliu ka qenë kryetari i degës PD-s Elbasanit, dhe pa diskutim që ADN-ja familjare ishte e djathtë, dhe pa diskutim që jam rritur me atë frymën dhe kam besuar gjithmonë tek vlerat, tek demokracia, tek familja, tek prona, dhe pa diskutim që dhe vete kisha qef politikën, u angazhova në moshë shumë të vogël, në Elbasan, më mbrapa pastaj këtu në Tiranë kam suportuar zotin Saliani kur garonte për kryetar të Forumit Rinor, më pastaj garova vetë për kryetar të Forumit Rinor, pastaj hyra në fushat për primaret, kam një trajektore të gjatë në Partinë Demokratike, ku e kam nisur shumë vite më para, nuk e kam nisur sot, kam kontribuar, kam garuar dhe pa diskutim që kam dashur t'jap një model në politikë se si një e re fillon hapat në politikë nga zero deri këtu ku jam sot. Vetëmi moment që unë kam pasur shpresë ka qenë pikërisht kur ndoqja Sali Berishën foltore në gjithë Shqipërinë, kur dola kundra Lulzim Bashës dhe e ndoqja Sali Berishën sepse dha 3 premtime. E para ishte hapja partisë, e dyta ishte rinovimi me figura të reja të Partisë Demokratike dhe e treta ishte bashkimi me demokratët. Bashkimin e bëri me Metën dhe me Dulën. Ishte vetëmi rast që unë i besova. Garës, meritokracisë dhe prej 3 vitesh radhazi unë flisja nëpër media që nëse Sali Berisha nuk mban premtimet e tij unë do t'i dilja kundra. Dhe kështu ndodhi, sepse unë nuk jam e verbër t'i shkoja pas kryetarit. Dhe këtë nuk është se e bëra për një post apo sepse nuk më futin në listë. Unë hyra në garë, dola 1 nga 3 gratë më të votuara të qarkut të Elbasanit, këtu edhe pse Berisha pengoi Forumin Rinor që të votonte dhe t'jepte pëlqimin e tij për kandidaturën përkatëse, pasi ai e ka kthyer këtë parti në një bunker të vërtet. Dhe ai nuk lejon që te kjo parti jo të marrë meritën ai që votohet, se në qarkun tim ishte zoti Sula më i votuari, por ai dha mesazhin e qartë që këtu nuk ka rëndësi kë doni ju, këtu është uni, këtu jam unë dhe kjo është prona ime. Ju nëse doni të rini, do veproni kështu si dua unë. Në të kundërt, juve mund vazhdoni rrugtimin tuaj. Ky ishte mesazhi që jep Berisha çdo zëri që është kundra, çdo zëri që ka kontribut dhe çdo zëri që arrin të fitoj pasi në këtë fazë që ka ardhur sot PD-ja dhe leadershipi i lodhur 81 vjeçar i saj, do të citoja pa frikë që Berisha ka frikë nga fituesit. Për
për shembull figura e Sokol Uldashit ka qenë një figurë e pëlqyer nga unë dhe nga familja ime. Ka qenë pa diskutim familja ime suportuese e tij në vitet kur ai donte leadershipin e Partisë Demokratike, përmos se nuk ishte mundur për shkak të këtyre konjunkturave që po vuajnë pasojat edhe sot, duke vendosur qokat edhe të preferuarit e kryetarit në krye të Partisë Demokratike. Pa diskutim që ka dhe zonja Partia Demokratike që unë i respektoj dhe i vlerësoj për politikën moderne qytetare që japin kontribut në opozit, që do të veçoja zonjën Tabaku, e cila në opinionin tim është modeli si duhet tjetë opozita dhe si duhet bërë opozit. Në mënyrë qytetare, në mënyrë duke marrë kauzat e drejta, duke cituar problemet që realisht kanë qytetarë dhe duke bërë një politikë të shëndetshme, demokratike dhe përballë kundërshtarit. Jo duke bërë një politikë fyese, një politikë denigruese, një politikë që ti e kthen më shumë për interesin tënd privat se sa të publik, sepse partia duhet të jetë në shërbim të popullit, shërbim publik, nuk mund të jetë në shërbim privat, dhe një strukturë e tërë nuk mund të operojë vetëm për të bërë shefin një individit vetëm që është drejtuesi i saj. Shumë familjarë kanë qenë shumë bazë denoncimit që unë bëra për manipulimin e zgjedhjeve me primaret që publikova SMS-t nga numri personal i zotit Noka, më kanë thënë shumë sumer, pa diskutim, por që unë jam një natyrë që nuk e duroj dot pa drejtësinë dhe pa diskutim që reagoj. Dhe unë mendoj që çdo njeri duhet të reagojë ndaj pa drejtësisë, se nëse të gjithë heshtim, kush është mesazhi? Po nga kush do demokratizohet më i zonjë? Nga 40 roktarët, nga 40 pazgjedhurit e popullit, nga 40 të emëruarit e kryetarit. E ke vënë re që sot nuk flet asnjë nga ato, sepse ato janë pa aftë, ato janë modeli si nuk duhet jesh në politikë. Ato janë politikan pa zë, ato janë politikan pa kauza. Dhe m'fal, as politikan nuk quhen. Kjo është kupola humbse e Sali Berishës. Këto individ kanë humbur besueshmërinë tek publiku. Këto individ mbajnë peng Partinë Demokratike. Këto individ janë pengesa kryesore e hapjes dhe rinovimit dhe riformatimit Partisë Demokratike. Lajmi i garimit zonjë i Sali Berishës sërish në krye të PD-s ka gëzuar vetëm një person, dhe ai është Edi Rama. I lumtur nga ky lajm është vetëm Edi Rama. Në çdo shtet botës qarkullojnë elitat. Pasi nëse këto elita qëndrojnë për i kohë gjatë, ato humbin kontaktin me realitetin. Vetëm në Shqipëri ndodh që kjo parti kthehet në një pronë private dhe një strukturë e tërë nuk i shërben komunitetit, po një individit vetëm, që është Sali Berisha. Ai ka fituar, kanë humbur demokratët, unë e kam thënë dhe rrithem, Berisha ka fituar. Legacinë e tij për të qenë lideri i opozitës, për ta përdorur opozitën për interesat e tij personal dhe privat, për ta bunkerizuar Partinë Demokratike. Sot zonjë që flasim, PD-ja ka dy elementë që nuk e lejojnë të vi pushtet. I pari është faktori ndërkombëtar, që Sali Berisha i ka të prera marrëdhëniet me ndërkombëtarët. Këtu i referohem Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pa diskutim Londrës. E dyta, lufta që Sali Berisha ka me SPAK-un. Dhe dy faktorët kryesore që një opozit nuk mund të përfaqësoj sot janë pikërisht lufta me drejtësinë dhe lufta me faktorin ndërkombëtar. Si mund vi PD-ja në pushtet? Prandaj kur e them që ky lajm për garimin sërish Sali Berishës gëzon vetëm Edi Ramën. Pasi të gjithë e dim, i madh dhe i vogël, që me Sali Berishën nuk fitohet. Me Sali Berishën Partia Demokratike nuk vjen pushtet. Ti themi ca të vërteta me zë. Për mos e ne paragjykohemi që themi të vërtetën. Unë kam për detyrë, kam ardhur këtu të them të vërtetën dhe këtë të vërtetë duhet ta dinë gjithë shqiptarët dhe gjithë shqiptarët e dinë, por duhet ta dinë dhe demokratët.
pa diskutim sepse koha në politik nuk fal askënd, dhe pa diskutim nëse humbja bëhet e përsëritshme, atëherë ti do bëhesh i bezdisshëm edhe për popullin dhe bëhesh i pabesueshëm. Dhe këtu referohem prapë Partisë Demokratike. Sa i pasur është Sali Berisha, pa diskutim që Sali Berisha është i pasur, pa diskutim që individët që janë afër Sali Berishës janë të pasur, por nuk është ky problemi. Problemi janë demokratët. Problemi janë ato njerëz idealist. Problemi është gjithë pjesa tjetër e cila nuk merr pagesë nga Sali Berisha. Dhe unë këtu i drejtohem atyre demokratëve të thjesht, nuk i drejtohem 40 rrogtarëve. 40 rrogtarët marrin rrogën dhe në fund muajit paguhen për të mbyllur gojën. Dhe ata punën e tyre po e bëjnë më së miri. Se kjo është puna e tyre, prandaj janë zgjedhur. Ato janë zgjedhur për të heshtur. Janë zgjedhur për të mos folur dhe janë zgjedhur për të mos përfaqësuar askënd përveç se dëshirave personale të kryetarit të tyre. Prandaj PD-ja në 2021 kishte më shumë deputet dhe sot ka më pak deputet. Pse nuk i bëjmë një analizë në zgjedhjeve? Ti mendon më i zonjë që një parti si është Partia Demokratike mund të jetë alternativë për qeverisur nesër kur kjo parti nuk respekton statutin e saj që e ka bërë po ai vet? Statuti e thot qartazi që kryetari i cili humb zgjedhjet nuk ka të drejtë rigaroj por jep dorëheqje. Si mund të qeverisi Partia Demokratike? Si mund të jetë alternativë qeverisë se një parti që nuk respekton statutin që ajo vet ka bërë? Ti themi ca të vërteta. Mund bëhet i besueshëm Sali Berisha, kur nuk respekton Nenin Basha që e ka shkruar vet, e ka bërë vet. Si mund të jetë gati të qeverisi nesër kjo parti? Me mashtrime. Neni quhet Neni Basha që e ka bërë Sali Berisha dhe që nuk po e respekton Sali Berisha dhe që pretendon qeverisi politikën edhe Partinë Demokratike në 4 vjeçarin e ardhshëm. Mosha biologjike e Sali Berishës nuk e lejon Sali Berishën që të jetë kryetari i PD-s, sepse pa diskutim një leadership që ta çojë përpara një forcë politike i duhet të ecë me ritmin e kohës. Dhe vetë mosha biologjike nuk e lejon Berishën të ecë me ritmin e kohës. I duhet të ketë një program afatgjat, një plan qeverisës 10-15 vjeçar, që prap mosha biologjike nuk e lejon Sali Berishën. Duke parë parasysh ndryshimet që ju po flisni në statut, akoma nuk ka dalë një draft i shkruar, sepse po të kishte dalë do ta kisha lexuar dhe do kisha njohuri, është folur pa diskutim që do të ketë ndryshime, por që nuk kanë nxjerrë asgjë publike deri tani. Dhe deri në këto momente që flasim, është ky statut që unë po referohem, që është në fuqi dhe pa diskutim që nuk ka pse të ndrohet për interesat personale të kryetarit. Partia nuk është pronë private dhe nuk duhet trajtohet si pronë private. Shiko, unë nuk kam një pritshmëri që të vlerësoj kandidaturën time një kryetar i cili ka humbur zgjedhjet, një kryetar i cili ka bërë atë Nenin dhe nuk mban fjalën e tij, dhe pa diskutim duke parë që Berisha bie ndesh me çka thotë e çka bën, nuk do më bënte habi që ta refuzonte kandidaturën time, mu do më bënte habi ta pranonte kandidaturën time. Pasi ai e ka bunkier personal dhe unë ta specifikova dhe i specifikoj. Kandidaturën e hedh për dhënë një shembull që në këtë parti 4-3 që duan ta bëjnë, nuk e bëj për post personal, që tiki Berisha dhe të vija Lesja, absolutisht jo. Unë këtë që e bëj për dhënë vetëm një mesazh që është demokratizimi i Partisë Demokratike, riformimi i Partisë Demokratike, me figura të reja, figura tafta, të jenë fituesit ata që t'i prim betejës, jo humbësit serial Sali Berishës që kanë humbur 4 herë dhe pretendojnë që duke u rizgjedhur herën e 5 mund sjellin ndryshimin e madh. Nuk vjen ndryshimi me këto. Ndryshimi vjen me fituesit, ndryshimi vjen me vot, ndryshimi vjen me merit, ndryshimi vjen me kontribut. Dhe këtu më kujtohet Machiavelli me një shprehje dhe këtu referohem prap Sali Berishës, një princ i cili nuk lën dot pushtetin, është i destinuar ta humbi atë në mënyrën më denigruese të mundshme. Nëse Partia Demokratike vazhdon
me leadershipin aktual që është Sali Berisha ka vrarë shpresën dhe demokracinë gjithë Shqipërinë, jo vetëm të Partisë Demokratike, duke kthyer Shqipërinë pa diskutim në një parti shtet. Dhe këtë gjë do ta verifikojnë pa diskutim vitin tjetër ne kemi zgjedhjet lokale, ku Partia Demokratike, nëse vazhdon me këtë leadership, nuk ka përfituar as 7 bashki. Kështu që në këtë kontekst unë nuk i shoh të ardhmen më Partisë Demokratike me Sali Berishën dhe me këtë kupol e cila kalon nga humbja në humbje duke i thënë popullit që na kanë vjedhur, duke qarë, duke u ankuar dhe duke ju shmangur përgjegjësisë. Duke u shmangur përgjegjësisë dhe duke mos pranuar të vërtetën, duke mos pranuar të ndryshosh, nuk sjell dot ndryshimin, nuk rrit dot besueshmërinë në popull, nuk ofron dot fitore, sepse ti nuk pranon të vërtetat e tua. Dhe për sa kohë leadershipi ka problemet personale dhe këto janë mbi partinë, që janë me institucionet e drejtësisë dhe janë me faktorin ndërkombëtar, unë nuk i shoh shpresë. Do isha naive të thoja sot që i shoh shpresë me këtë drejtim. Por ama nga ana tjetër i shoh shpresë PD-s, nëse nuk është në drejtimin e Partisë Demokratike, të Sali Berishës Partia Demokratike, që të heci përpara me figura të reja dhe pa diskutim që kjo qeveri bie, pasi kjo qeveri ka shumë skandale, kjo qeveri votoi 82 kartona për të mbrojtur deputetin e tyre nga institucionet e drejtësisë. Kaq duhet mjaftonte që të mobilizoheshin qytetarët, të mobilizoheshin gjithë Shqipëria dhe të ishin aty, po aty nuk ishte gjithë Shqipëria, sepse e përfaqëson Sali Berisha opozitën. Dhe këtu bie karta morale e protestave, këtu bie mesazhi tek publiku dhe këtu i bie vlera ta shquajturës demokracinë, thonë za.